NATO-ja do të mbaj pezull thellimin e partneritetit me Serbinë se nuk ka llogaridhënie për sulmin në Banjsk. RTK siguron dokument zyrtar lidhur me incidentin e vitit e kaluar ku ishte përfshirë eskorta e kryeministrit Kurti. Një objekt i uzurpuar në Zveçan është rikthyer në pronësi të Agjencisë së Pyjeve të Kosovës. Për me pak se një muaj në Kosovë janë regjistruar 17 raste me froth, apelohet për vaksinim. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. NATO-ja do të mbaj pezull thellimin e partneritetit me Serbinë, nëse nuk ka llogaridhënie për sulmin në Banjsk. Kështu tha zëvendës ndihmës sekretari i përgjithshëm i NATO-s Kevin Hamilton në një takim me gazetar në Prishtinë. Hamilton njoftoi se këtë mesazh u ka përcjellë dhe udhëheqësve shtetëror në Beograd. Përveç për Banjskën dhe kanalin e Iber Lepencit, zyrtari i NATO-s pret nga Serbia përgjegjësi e vendosje të drejtësisë edhe për lëndimin e mbi 90 pjesëtarëve të KFOR-it në protestën e 29 majit 2023 në Zveçan. Ambasadori i NATO-s deklaroi pashtu se fuqitë të huaja, qëllimkëqija sikurse Rusia, po përdorin dezinformimin në dëm të sigurisë së Kosovës, derisa u bëri thirrje qytetarëve të kenë kujdes me ato që i lexojnë. Ajo që mund të them megjithatë është që ato incidente, sulmet ndaj personelit të KFOR-it kanë qenë krejtësisht të papranueshme, sapo kam ardhur nga Beogradi para se të arrija në Prishtinë, si dhe mesazhi ndaj autoriteteve serbe ka qenë që NATO-ja kërkon përgjegjësi, që drejtësia ndaj atyre që kanë kryer, organizuar sulme të tilla duhet të vihet në vend, edhe pse NATO-ja gjithsesi dëshiron të ketë marrëdhënie më të thella, më transparente e pozitive me Serbinë. Ka aspekte të caktuara të kësaj marrëdhënieje që nuk mund të ecin më tutje derisa të ketë llogaridhënie për ato sulme. Kështu ky është mesazhi që i kam dhënë bashkëbiseduesve të Serbisë, pra topi është në fushën e tyre në këtë drejtim. In dialogue with Kosovo's neighbors. So, of course, KFOR has... Fatkeqësisht shohim aktor të jashtëm si dhe do ta përmend vetëm një të tillë, që është Rusia që angazhohet në fushata dezinformimi e aktivitete hibride, jo vetëm këtu në Ballkanin Perëndimor, por shumë më gjerë në botë. Kjo është pjesë e manualit të punës së Rusisë, pra për të mbjellë përqarje duke përfshirë këtu Ballkanin Perëndimor. Për këtë është shumë e rëndësishme që njerëzit këtu në Kosovë, por edhe në rajonin e gjerë të janë vigjilent. I've just come from Belgrade before I arrived here in Pristina. Overall, we assess the situation in Kosovo to be stable. Sigurisht që jemi të vetëdijshëm që autoritetet në Kosovë kanë këtë për aspirat për synim afatgjat. NATO-ja sigurisht që funksionon mbi parimin e konsensusit, si dhe si ta them, mbase nuk jemi në disponimin e duhur për të pranuar antar të rinj. Megjithatë, fokusi ynë për momentin dhe për të ardhmen e parashikueshme është që të mbajmë bashkëpunimin e mirë praktik me Kosovën, këtu në terren si dhe të fokusohemi tek raportet reale midis Kosovës dhe NATO-s në aspektin e përditshëm. Making sure that there is no uptick in instability. RTK ka siguruar një dokument zyrtar lidhur me një incident të ndodhur me 28 janar 2025 në Skënderaj, i cili është trajtuar nga autoritetet dhe me pas është mbyllur pa gjetur elemente të veprës penale apo kundërvajtjes. Ngjarja lidhet me pretendime për ndërhyrje të një veture në rrugën ku po lëvizte eskorta e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ndërsa palët kanë dhënë deklarime të ndryshme për rrethonat e rastit. RTK ka siguruar një dokument zyrtar lidhur me rastin e 28 janarit të vitit 2025, ku stacioni policor në Skënderaj kishte pranuar informacion nga njësia e mbrojtjes së afërt të kryeministrit Albin Kurti, sipas të cilit një vetur i kishte rrezikuar eskortën në rrugën drejt fshatit Polac në Skënderaj. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, në një intervistë të dhënë me 18 maj të vitit 2026 në KTV, deklaroi se kryetari i komunës së Skënderajt me veturë zyrtare të ndërhynte në mënyrë të rrezikshme në qarkullimin e eskortës së tij. Të kam qenë vetëm unë edhe mbrojtja afërt e imja.
vetëm nësa e ka diçka personalisht, me ndonjërin prej policëve që janë të mbrojtjes së afërt, atëherë do të mund të thonim se nuk e ka pas me mu. Por ka synu që ta ndërprej qarkullimin e eskortës tonë në mënyrë të dhunshme me veturë zyrtare të komunës Skënderajt dhe më pastaj ka proces policor për këtë gjë, por nuk është arrestuar aty. Rreziku për cilin flet Kurti është konfirmuar në raportin policor në deklaratën e datës 27 janar të vitit 2025. Në dokumentin e siguruar, thuhet se një siti policor kishte arritur të ndalonte veturën e dyshuar, e cila rezultonte të ishte në pronësi të komunës së Skënderajt, ndërsa drejtuesi i saj ishte Samil Ushtaku, në atë kohë nënkryetari i komunës. Në raport thuhet se kemi kontaktuar zyrtarin e mbrojtjes së afërt, i cili përmes telefonit ka deklaruar se vetura ka dalë nga parkingu i pompës në dalje të Skënderajt, në drejtim të Polacit dhe ka rrezikuar eskortën duke tentuar të futet në mes të kolonës. Për një distancë, vetura ka vazhduar paralel me veturën policore të trafikut në rrugën me 2 korsi. Nga zyrtarët është kërkuar të përpilohet raport policor lidhur me rastin. Në dokumentin e siguruar thuhet gjithashtu se një rreshter policor në raportin e dërguar me 28 janar përmes postës elektronike zyrtare ka deklaruar se vetura ka bërë kyçje të vrrullshme, nuk e ka rrezikuar eskortën dhe nuk ka pasur rrezik të drejtë për drejtë. Megjithatë, kërkesa për ndalimin e veturës së dyshuar ka qenë në përputhje me standardet e larta të sigurisë që aplikohen në rastet e tilla. Lidhur me rastin është intervistuar edhe Samil Ushtaku, i cili ka deklaruar se ishte ndaluar për të marrë ujë dhe më pas ishte kyçur në rrugë me kujdes dhe me shpejtësi të ulët, pa penguar qarkullimin. Në raport thuhet se deklarimet e tij përputhen edhe me pamjet e video incizimeve. Po ashtu sipas dokumentit, Ushtaku ka deklaruar se nuk kishte pasur qëllim të pengonte policinë apo eskortën. Pas konsultimit me prokurorin, në raport konstatohet se nuk janë gjetur elemente të ndonjë vepre penale apo kundërvajtje kundër sigurisë në trafikun publik. Edhe pse polici raportues sipas raportit e ndroi deklaratën e dhënë për prokurorën e rastit, një ditë më parë për rrezikim të eskortës së kryeministrit, arsyet e ndrimit të deklaratës ende nuk janë bërë të ditura në raport. Nga sa jemi të informuar, prokuroria nuk ka marrë në pyetje pjesëtar të tjerë të mbrojtjes së afërt të kryeministrit. Prokuroria Ajtene Zoni e kontaktuar nga RTK, ka thënë shkurt se për këtë rast duhet t'i drejtohemi prokurorisë. Ndërkohë, deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nuk është iniciuar rast në Inspektoratin Policor të Kosovës për këtë rast të ndrimit të deklaratës së zyrtarit policor. Nga ana tjetër, avokati Samil Ushtakut, Labinot Vata, i ka thënë RTK-s se nuk ka pasur asnjë veprim të kundërligjshëm nga klienti i tij. Duke ju referuar ligjit për shpifje dhe fyerje, avokati Vata ka deklaruar se i është kërkuar Kurtit të tërheqë publikisht deklaratat, të publikojë sqarim dhe përmirësim, të kërkojë falje publike dhe të përmbahet nga deklarime të tjera që sipas tij cenojnë reputacionin e Ushtakut. Vet Samil Ushtaku, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se përmes avokatit të tij ka dorëzuar padi për shpifje ndaj Albin Kurtit. Një objekt tjetër i ri qeveritar është inauguruar në lagjën Hajvali të kryeqytetit si pjesë e projektit Prishtina e Re, ku planifikohet ndërtimi gjithsej 11 ndërtesave për institucionet shtetërore. Hapësira e re do të shërbej për sistemin e Agjencisë për mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara, ndërsa sipas ministrit të digitalizimit dhe administratës publike, investimi prej 1.8 milion eurosh synon krimin e kushteve më moderne dhe më të sigurta për administratën publike. Në lagjën Hajvali të kryeqytetit është inauguruar një objekt i ri qeveritar, njëri nga 11 objektet që pritet të ndërtohen në këtë zonë, e njohur ndryshe si Prishtina e Re. Inaugurimi i objektit u bën nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, bashkë me drejtorin e Agjencisë për mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara, punonjësit e secilës do të sistemohen dhe do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë hapësirë.
Sipërfaqja totale prej 4682 metra shkatror dhe parashihet që t'i akomodoj diku rreth 150 zyrtar të shtetit. Investimi total që është bërë në këtë ndërtesë është rreth 1.8 milion euro. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike, në kuadër përgjegjësive të saj, e ka dhe pjesën e reformës së administratës publike. Është shumë e rëndësishme që zyrtarët e amikut të jenë në hapësira të sigurta, ku ruhet dhe administrohet informacioni i klasifikuar në mënyrë të sigurt dhe të përgjigjem kërkesave tona ligjore në raport me mbrojtjen, qarkullimin dhe administrimin e informacionit të klasifikuar. Kompleksi qeveritar Prishtina Re shtrit në 4.5 hektar dhe parashen ndërtimin e 11 ndërtesave me rreth 45.000 metra katror, ku pritet të akomodohen rreth 1.800 zyrtar shtetëror. Një objekt në Zveçan është rikthyer në pronësi të Agjencisë së Pyjeve. Objekti në fjalë ka qenë i uzurpuar nga strukturat paralele serbe. Aksioni u zhvillua nga Inspektorati i Ministrisë së Bujqësisë. Zyrtarisht ky objekt në Zveçan është në pronësi të Agjencisë së Pyjeve, por për vite me radhë ka qenë i uzurpuar dhe është shfrytzuar nga strukturat paralele serbe. Ju jeni informuar se është nisur një kallëzim penal për uzurpim pronës. Gjatë aksionit të sotëm, i cili u zhvillua nga Inspektorati i Ministrisë së Bujqësisë, objektit ju vendosen shirita që shënojnë mbylljen e tij. Pronari i këtyre objekteve nuk ishte në gjendje të prezantoj asnjë dokument që do të verifikonte se pronari duke shfrytzuar në mënyrë legale. Ai shtoi se përmes këtij procesi po bëhet riorganizimi i hapësirave institucionale, me qëllim që mjetet publike të ridrejtohen drejt investimeve konkrete për fermerët dhe zhvillimin e sektorit bujqësor. Kem shumë raste kur nga institucionet publike po shfrytëzohen ende objekte private, ndërsa në vazhdim të saj jemi duke inspektuar edhe shfrytëzimin e pronave publike që menaxhon Agensioni Pyjor i Kosovës kuadër të Ministrisë së Bujqësisë për zhvillimin litoral pa kontrata. Ministria e Bujqësisë synon zhvendosjen graduale të institucioneve vartëse në objekte publike, duke reduktuar shpenzimet e qiras dhe duke forcuar menaxhimin e pronës shtetërore. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, ministri në detyrë punëve të brendshme Xhelal Sveqla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha inauguruan në stacionin e ri policor në Junak të Zveçanit. Sipas Haxhiut, ky nën stacion forcon praninë institucionale, rrit sigurinë dhe fuqizon sovranitetin e Republikës së Kosovës. Ajo zotua se do të vazhdojnë investimet në polici, në siguri dhe në forcimin e institucioneve shtetërore, për të mbrojtur sovranitetin, rendin kushtetues dhe për të ndërtuar një Kosovë më të zhvilluar e më të sigurt në çdo cep të saj. Po ashtu, ushtruesja e detyrës së presidentes ka përuruar në veri të vendit strehimore për viktimat e dhunës në familje, objekti së cilës u rinovua me një investim rreth 650.000 eurosh. Kthehemi me informacionet në kryeqytet, ku sot janë ndërprer punimet në projektin Ishulli Urban në Prishtinë, duke nxitur përplasje mes komunës dhe Ministrisë së Kulturës. Kryetari Përparim Rama flet për bllokim të padrejtë dhe i kërkon prokurorisë të veprojë, ndërsa MKRS thot se projekti prek zona të mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe është zhvilluar pa autorizimet e nevojshme. Rasti tashmë është në procedurë hetimore në prokurorinë themelore në Prishtinë. Me 6 nëntor të vitit 2024, kryetari i Prishtinës Përparim Rama kishte organizuar ceremoninë zyrtare të nisjes së punimeve të Ishullit Urban. Ende pa u bërë 2 vjet përmes një konference për media duke e cilësuar projekt me rëndësi të veçantë për mbi 30.000 banor, i cili përveç lidhjes infrastrukturore mes 2 pjesëve të qytetit shërben edhe për rritjen e sigurisë së qytetarëve, kryetari Rama tha se janë bllokuar punimet në këtë projekt. Po i bllokojmë 30.000 banor, 30.000 qytetarë të kryeqytetit, me ju kriju mundësinë me kalu të sigurt prej anës të Arbërisë në qendër të kryeqytetit. Rama thot se punimet në këtë projekt janë duke u ndaluar padrejtisht derisa ka ftuar prokurorinë të merret me këtë çështje. Kemi kryer projektin, kemi nda buxhetin, kemi fillu punimet, po vazhdojmë punimet me intensitet e ata vinë edhe e bllokojnë
kryeqytetin në mënyrë të jashtëligjshme. Nuk do të lejoj, si kryetari i kryeqytetit, që të bllokohen më shumë se gjysmë milion banor të kryeqytetit. Ndërkohë, në një përgjigje me shkrim, Ministria e Kulturës ka reaguar duke theksuar se ndalimi i punimeve në projektin Ishulli Urban lidhet me faktin se projekti prek hapësirat e mbrojtura të trashëgimisë kulturore, përfshir Pallatin e Rinisë dhe zonën mbrojtëse të qendrës historike të Prishtinës. Sipas MKRS-s, Komuna e Prishtinës nuk i ka harmonizuar projektet me udhëzimet e institucioneve të trashëgimisë kulturore dhe ka vazhduar punimet pa autorizimet e nevojshme ligjore. Ministria thot se veprimet e inspektoratit janë zbatim i obligimeve ligjore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ndërsa ka shprehur gatishmëri për bashkëpunim me komunën për të gjetur një zgjidhje në interes publik. Nga Prokuroria Themelore në Prishtinë kanë konfirmuar për RTK se rasti është në procedurë hetimore. Ndërkohë, prokurori i shtetit është duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë çështje. Në vend se të shkoj për zhvillim, qindra miliona euro të buxheteve komunale po shpenzohen për shlyerje të detyrimeve ligjore. Të dhënat e Institutit GAP tregojnë se mbi 126 milion euro janë shpenzuar në vitin 2025 për të shlyer obligimet gjyqësore që vijnë nga kontratat kolektive në arsim dhe shëndetësi. Parat që do të mund të përmirësonin mirëqenien e qytetarëve po shpenzohen për shlyerje të detyrimeve ligjore që kanë komunat. Pra, në vend se të ndërtoheshin rrugë, qerdhe të reja e të përmirësoheshin shërbimet shëndetësore, buxheti i parapar për këto u shpenzua nga komunat për të paguar obligimet gjyqësore dhe përmbarimore. Vetëm vitin e kaluar, plot 26.6 milion euro u paguan për përmbarues e vendime gjyqësore nga komunat. Të dhënat e Institutit GAP tregojnë se këto para janë shpenzuar për të shlyer obligimet gjyqësore që vijnë nga kontratat kolektive në arsim dhe shëndetësi, obligimet nga vendimi qeveritar i 2008-s për pagesë shtesë bazuar në kualifikim e kompenzimet për shujta dhe transport. Shto këtu edhe vonesat në pagesa ndaj furnitorëve. Shumica e tyre kanë të bëjnë me kontrata kolektive. Dhe në këtë rast komunave pa drejtësisht janë duke u marrë këto mjete financiare, sepse kontratat kolektive nuk janë nënshkruar nga komunat dhe sindikatat përkatëse, po këto kontrata i kanë nënshkruar niveli sëndror me sindikatat përkatëse. Prej vitit 2022 deri më tani, komunave ju kanë marrë mbi rreth 350 milion euro. Nga këto 350 milion euro, përveç përfituesve direkt që janë mësimdhënësit dhe kategori tjera të domethënë të parapara nga kontratat kolektive dhe për shëndetësi, përmbaruesit, avokat dhe proceset në gjyqësore që kanë marrë, shuma totale është mbi 93 milion euro. Për t'i paguar këto gjoba e detyrime ligjore, komunat po i marrin parat nga projektet kapitale. Pastaj nga modrat dhe transferet, nga subvencionet dhe transferet, nga modrat dhe shërbimet. Vetëm në komunën e Prishtinës janë rritur për mbi 300% pagesat për vendime gjyqësore dhe përmbarimore në 2025. Kur ta bllokon krejt buxhetin, ti nuk e ke në dorë kontrollin e buxhetit. Prandaj edhe ke përmbarues që i marrin fondet në mënyrë të pakontrollueshme. Pra, bllokada e cila është bërë kryeqytetit nga niveli qendror edhe ka shkaktuar këtë problem që e kemi pas edhe tash duhet më marrë me te edhe këtë vit. Pas Prishtinës, komunat me rritjen më të madhe të pagesave janë Leposaviqi, Mamusha, Ferizaj dhe Prizreni. Komunat po paguajnë edhe interesa, shpenzime procedurale dhe tarifa shtesë. Kjo në kupton më pak mjete për projekte publike, më pak rrugë, më pak shkolla dhe më pak shërbime dhe investime që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Si pas Institutit GAP, Peja, Fush Kosova dhe Dragashi kanë ullur detyrimet ligjore e përmbarimore. Komisioni Evropian ka konfirmuar se Kosova ende nuk e ka dorëzuar kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes të Bashkimit Evropian. Sipas rregullave të këtij mekanizmi financiar, afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku, ndërkaq 30 qershori paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë.
Komisioni Evropian ka konfirmuar se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 koriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedure parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Evropian ta vlerësoj pozitivisht zbatimin e reformave. Afati i ardhshëm i raportimit për Kosovën do jetë më 30 qershor. Shpërndarja e fondeve nga Bashkimi Evropian i nënshtrohet vlerësimit të përmbushjes së hapave të agjendës së reformave, si dhe pajtueshmërisë me kushtet dhe parakushtet e përgjithshme. Me skadimin e afatit për 13 reforma më 30 qershor të këtij viti, Kosova rrezikon të humbas fonde nëse nuk përparon në zbatimin e agjendës së reformave, ka deklaruar një zëdhënës i Komisionit Evropian. Vlera e reformave që Kosova duhet i zbatoj deri më 30 qershor arrin mbi 90 milion euro. Siç kanë spjeguar zyrtarët e Komisionit Evropian, fundi i këtij viti shënon afatin përfundimtar edhe për 27 hapa tjerë reformash në vlerë prej afro 166 milion eurosh. Nga Komisioni Evropian është porositur se Kosova duhet të përshpejtoj zbatimin e agjendës së reformave për të shmangur humbjen e këtyre fondeve. Fondet nga plani i rritjes ndryshe në rast se humben janë të pakthyeshme dhe kjo vlen për secilin shtet të Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore ka publikuar gjetjet e anketës rajonale të drejtësisë për Kosovën, ku evidentohet progres në efikasitetin dhe besimin ndaj sistemit gjyqësor krahasuar me vitin 2020. Përfaqësues të BE-s dhe të institucioneve vendore thanë se raporti do të shërbej për orientimin e reformave të mëtejshme në sundimin e ligjit dhe procesin e integrimit evropian. Megjithatë, institucionet të drejtësisë ngritën shqetësimin për mungesën e prokurorëve dhe ngarkesën e madhe të rasteve që po ndikon në efikasitetin e procedurave gjyqësore. Banka Botërore ka prezantuar gjetjet për Kosovën nga anketa rajonale e drejtësisë në kuadër të nismës së financuar nga Bashkimi Evropian. Sipas të dhënave nga viti 2020 deri në vitin 2025 janë shënuar përmirësime në disa dimensione kyçe të sistemit të drejtësisë. Sipas përfaqësuesës së BE-s në Kosovë, Eva Palatova, këto të dhëna do të shfrytëhen me kujdes. Jemi duke analizuar me kujdes të madh informata të mbledhura prej këtij pyetësori, sepse kjo flet për nivelin e gatishmërisë, efikasitetin, barazinë dhe pavarësinë e gjyqësorit, dhe kjo na ndihmon që të kuptojmë më mirë se si sistemi i drejtësisë po funksionon. Komisioni Evropian i përdor këto të dhëna për të matur progresin e reformës dhe që të informoj edhe angazhimin ton të më tutjeshëm. Si Ministria e Drejtësisë, ky raport natyrisht ka rëndësi të veçantë sepse në ndihmon jo vetëm të identifikojmë progresin e arritur, por edhe sfidat që kërkojnë veprime tjera tutje në kuptim të përmirësimit dhe avancimit në fushën e studimit të ligjit. Nga ana tjetër, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, tha se megjithëse është rritur numri i gjyqtarëve, numri i prokurorëve nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm, duke krijuar vështirësi në trajtimin e rasteve dhe zhvillimin e seancave gjyqësore. Policia e Kosovës ka ngritur alarmin për rritjen e rasteve të mashtrimeve përmes SMS-eve dhe emaileve të cilat po rrezikojnë sigurinë financiare të qytetarëve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të mos hapin linçe të dyshimta dhe çdo rast ta raportojnë në polici. Keni pranuar email nga një organizim. Rritja e rasteve të mashtrimeve përmes mesazheve telefonike dhe postes elektronike po vazhdon të shqetësojë qytetarët në Kosovë. Policia e Kosovës njofton se bazuar në raportimet e fundit është shtuar dukuria e SMS-ve mashtrues, të cilat paraqesin rrezik të drejtpërdrejt për sigurinë financiare të qytetarëve.
Kohëve të fundit ka pas shumë mesazhe të cilat janë adresuar qytetarëve, qoftë përmes mesazheve në mënyrë telefonike apo edhe përmes emailave. Mesazhe këto të cilat kanë për qëllim kryesisht bjerje të dhënave personale, bjerje të kredencialeve bankare, marrje të kontrollit të llogarive të tyre, kështu që kanë për qëllim përfitime në mënyrë të kundërligjshme. Dhe ne duke i parë këto mesazhe që po i adresohen qytetarëve, duke i parë këto tentime që po ndodhin ndaj qytetarëve tanë, kemi marrë veprime të menjëhershme, duke i njoftuar qytetarët se të mos qasen në këto mesazhe, të mos i hapin këto mesazhe apo emaila që ju vijnë, të mos japin të dhënat e tyre personale, pra të mos klikojnë fare në linqe të panjohura, sepse duke klikuar në linqe të panjohura dhe duke tentuar që t'japin dhënat e tyre, atëherë mund të bien prej e manipulimeve apo keqpërdorimeve, por edhe të vjedhjeve të mirave materiale përmes llogarive bankare. Përfaqësues të Policisë së Kosovës deklarojnë se institucionet e sigurisë kanë kapacitete të mjaftueshme profesionale dhe teknike për të luftuar këtë dukuri e cila kohëve të fundit është në rritje. Sipas tyre, hetimet po zhvillohen në bashkëpunim edhe me institucione tjera relevante me qëllim identifikimin dhe ndalimin e personave që qëndrojnë pas këtyre mashtrimeve. Policia e Kosovës në kuadër të departamentit të hetimeve ka dhe drejtorinë për hetimin e krimeve kibernetike e po ashtu ka dhe sektorët e saj dhe hetues në nivele rajonale, të cilët trajtojnë me intensitet dhe me përkushtim rastet që kanë bëjë me vjedhje dhënave personale apo keqpërdorim të kartelave bankare, pra çfarë do natyre qofshin ato që ndërlidhen me hetimin e krimeve kibernetike. Dhe i merr këto raste me shumë seriozitet për t'i trajtuar dhe për t'i hetuar. Policia apelon tek të gjithë qytetarët që të tregojnë kujdes maksimal ndaj mesazheve të dyshimta që pranojnë në telefon apo email, sidomos kur në to kërkohen të dhëna personale, numra bankar apo pagesa të ndryshme. Nëse keni qenë viktime një krimi të tillë kibernetik, raportoni në Policinë e Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 1 vit burgim me kusht dhe 4.000 euro Xhob Diamant Zeqirin, lidhur me akuzën për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit, si dhe për mbajtje pa leje. Zeqiri akuzoi se gjatë organizimit të një iftari në sheshin Adem Jashari në Mitrovic, ishte afruar në vendngjarje dhe me një mjet të mpret kishte shqyer dhe përdhosur flamurin kombëtar të Republikës së Turqisë, raporton Betimi për Drejtësi. Paraprakisht prokurori i rastit Bekim Kodraliu tha se kanë arritur marrëveshje për pranimin e pajisisë me të akuzuarin Zeqiri, qysh në fazën fillestare të hetimeve dhe pas një bashkëpunimi të akuzuarit me organet e drejtësisë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se brenda pak javësh janë konfirmuar 17 raste me fruth në Kosovë. Sipas të dhënave të publikuara, numri më i madh i rasteve është regjistruar në Ferizaj me 6 raste, pasuar nga Prishtina me 4 raste dhe Kaçaniku me 3 raste, kurse nga një rast është raportuar në Lipjan, Fush Kosovë, Gjilan dhe Shtime. Në Kosovë janë regjistruar 17 raste me fruth. Sipas IKSHPK-s, të gjitha rastet e konfirmuara janë të pavaksinuar me vaksinën kundër fruthit dhe të njëjtit kanë marrë trajtim spitalor, duke dëshmuar rrezikun potencial nga komplikimet që mund të shkaktoj fruthi. Nga klinika infektive në QKK tregojnë për gjendjen e pacienteve të prekur me fruth. 14 raste janë trajtuar në klinikën infektive. Duke pas parasysh peshën e smundjes dhe duke pas parasysh rrezikun që mund të vijë nga kjo smundje, shumica prej tyre kanë manifestuar klinik mesatarisht të rënd deri të rënd. Një prej tyre ka qenë me komplikime të rënda dhe na është dashur edhe mbështetje nga klinika e pediatrisë, pra nga mjekimi intenziv i klinikës së pediatrisë për shkak të një përkeqësimi jashtëzakonisht të madh. Kurse në kryeqytet po vazhdon procesi i vaksinimit kundër fruthit. Aq sa kemi pas për 4 muaj të vaksinuar me vaksinën kundër fruthit, domethënë janar 30 prill, domethënë rreth 627 të vaksinuar, tani i kemi rreth 650 të vaksinuar për 18 ditë.
Do të thonë që e kemi një përgjigje të mirë prej prindërve, uroj që kjo gatishmëri dhe ky vullnet i prindërve të vazhdojë e që të kemi të gjithë fëmijët e vaksinuar, të rrisim përgjigjen e vaksinimit. Fruthi konsiderohet sëmundje ngjitëse e cila mund të shkaktojë komplikime të rënda, ndaj u bëhet thirrje prindërve që të kontrollojnë kartelat e vaksinimit të fëmijëve dhe t'i vaksinojnë ata sa më parë në qendrat e mjekësisë familjare. Sipas IKSHPK-s, ekipet shëndetësore janë duke monitoruar situatën në terren dhe po ndërmarrin masa konkrete, përfshirë identifikimin e fëmijëve të pavaksinuar dhe angazhimin e ekipeve mobile për vaksinim në komunitet. Në Prishtinë sot është mbajtur një akademi përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së Alush Gashit, ku me nderim dhe respekt është kujtuar figura e tij. Në këtë akademi morën pjesë familjar, miq, bashkëveprimtar dhe përfaqësues institucional, të cilët vlerësuan kontributin dhe angazhimin e tij ndër vite në shërbim të çështjes kombëtare dhe shoqërisë. Në këtë akademi përkujtimore, pjesëmarrësit kujtuan Alush Gashin si një figurë me vlera të veçanta njerëzore dhe kombëtare, duke theksuar përkushtimin, integritetin dhe sakrificën e tij për liri dhe pavarësi të Kosovës. Historia e Kosovës dhe popullit tonë shpesh i ka thirrur njerëzit e dijes të marrin përgjegjësi edhe në kohë të vështira. Pra i ka ndarë nga jeta e predestinuar e tyre. Dhe kur kjo thirrje erdhi për Alush Gashin, ai kuptoi gjën më të dëmshme që një profesionist mund ta ndjejë për profesionin e vet, detyrimin për të dalë nga gjëja e vetme që e don e të futesh në stuhinë e shërbimit publik patriotik. Todd Hendricks, miku i të ndjerit me emocione të mëdha, tregoi shoqërimin me të duke thënë se religioni i tij ishte shkenca. Iliriana Jaka Gashi shprehu mirënjohje për të gjithë ata që kanë qenë pranë bashkëshortit të saj gjatë periudhave të vështira të jetës. Kisha dashur më falënderoj të gjithë në anën të familjes, natyrisht që kemi ardhur me nderu Alushin, me nderu neve. Faleminderit shokët e Alushit, metodin kanë qenë edhe dy shokë me Benedik, kur kanë ndru jetë, Rob dhe Muaremi, të cilët e kanë bërë pamundshëm krimin e tij, i kanë ndajt afër fëmijëve që kanë qenë atje. Alush Gashi u varros pas ditën e sotme në vendlinjen e tij në varrezat e fshatit Prigot të Istokut. Dërsa në Stagov të Kaçanikut, sot u shënua përvjetori 27 i vrasjes dhe masakrimit të 13 qytetarëve të pafajshëm. Me 21 maj të vitit 1999, forcat serbe të regjimit të Miloševićit vranë mizorisht 13 civil shqiptar, në mesin e tyre dhe 7 vjeçarin Fitim Gudaci. Në përkujtim të viktimave dhe dëshmorëve në Stagov dhe Runiev, janë organizuar homazhe dhe aktivitete përkujtimore. Për përvjetorin e masakrës së Stagovës ka shkruar edhe UD e presidentës Albulena Haxhiu, e cila ka shkruar se kjo ditë mbetet një nga dëshmit më të rënda të politikës së shfarosjes, dëbimit dhe djegjes që Serbia ushtroi mbi popullsinë civile në Kosovë. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.